Përshëndetje dhe mirë se vini në Çamikosi. Çdo të premte në orën 20:00 ju lëm takimin në një tryez diskutimi që patjetër do të sjellë jo vetëm kulturë dhe art, por edhe tema shumë të rëndësishme. Në tryezin e diskutimit kam një nga zërat më të rëndësishëm që nuk ka pasur asnjëherë droj, turp apo frikë të thotë të vërtetat, të vërtetat që gjen nëpër arkiva. Zonja Nevila Nika, historiane, pedagoge, nuk e di se sa cilësime t'ju vë në prezantimin tuaj, po dua të mjaftoj me një zë i fortë për historinë dhe për arkivat. Faleminderit shumë njerë për gjithçka që e keni thënë me zë të lartë për Çamërinë. Faleminderit që jeni edhe këtu. Faleminderit juve për ftesën, e prita me kënaqësi. Nuk ka nevojë të thoni shumë për mua, mjafton të thoni Nevila e arkivit. Profesioni im do të thotë mbas marrimit të shkollës për histori, arkivistik s'kishte asaj kohe, unë u shndrova në një arkiviste. Ka qenë një fat i jashtëzakonshëm. Do të thotë nuk do ta kisha ndruar sot që e mendoj, nuk do ta kisha ndruar ta rifilloj edhe një herë nga e para. Ishte fat që punoj në një institucion ku ruhet kujtesa kombëtare. Edhe kjo është që shumë e rrallë, të paktën për atë kohë kur unë e fillova, Shqipëria ishte në një pandemi informacioni, një pandemi ushqimi, një pandemi të mirash materiale, nuk kishim asnjë gjë, edhe të kishe fatin të zhyteshe në një atë ndërtesë që nga jashtë është e bukur e këndshme, nuk është po themi që të lësh mend, por brenda ishte realisht të lije mend. Fati e donte që në ato vite kur unë fillova punën, në arkiv të punonin dhe shumë njerëz, të cilët vinin nga përvojat e gjata jete, e kishin mbushur moshën për dalë, ishin e te kaluar moshën për të dalë në pension, njohës të gjuhë të rralla, nga përvojat jashtëzakonshme jete, dhe për mua dhe për të tjerë si unë që ishim të ri, ishte mundësia për të bërë universitet të dytë dhe të tretë. Do të thotë që aq shumë merje për tyre. Si është të jetosh mes arkivave dhe të zbulosh çdo ditë një gëzim tjetër? Një gëzim. Do të thotë që unë kam shkuar për ditë në punë, shumë rrallë më të ke qelluar që kam thënë që të çohem në mëngjes, pse do vete sot në punë. Shumë rrallë. Gjithnjë ka qenë një gjë që më priste një gjë e re. Do të thotë të punuarit në arkiv, të paktën për mua personalisht, përveç se ka qenë një shkollë e vazhdueshme, ka qenë një ndjesi që je i vogël ende, edhe pse vitet ikin. Vitet iknin dhe ti përsëri je i vogël. Pse je i vogël? Se mëson për ditë. Diçka që nuk e lexon në një libër, sepse libri natyrisht është një rrëfim i tjetërkujt, ndërsa dokumenti është i tjetërkujt, po është një dokument. Dhe dokumenti është diçka që është shkruar, nuk është i rikthyer njëri. Libri ti rikthesh disa herë, disa variante bën derisa ta nxjerrësh të shikoj dritën e botimit. Ndërsa dokumenti është ai dhe vetëm ai, nuk ka tjetër. Të ndjesh i vogël në atë që një mësim i përditshëm pa patur mësuesin përballë. Je ti që e lexon. Kështu që ka qenë megjithmonë gjë e rrallë. Kishte interes në atë periudhë? Kishte interes shumë, kishte shumë interes. Të punuarit në arkiv në aq vite, shërbimi ndaj qytetarëve, në fillim ndaj ishpronarëve, pastaj ish-veteranëve të luftës. Edhe kjo pasaj ishte një gjë që na befasoi, sepse sasia numri i lartë i ish pjesëmarrësve në luftën antifashiste, të cilët nuk e gëzonin statusin e veteranit, ishte aq i madh sa ju nuk mund ta besoni. U deshën plot 3 vjet, 93, 94, 95, në një komision ad hoc të ngritur pranë Ministrisë Mbrojtjes, ka qenë kryetar zoti Alfred Mojsiu, ne si arkiv furnizonim me dokumente, edhe qytetarët, edhe komisionin. 3 vjet rresht të shpunuar pa pushim për ish partizan, ish të burgosur, ish të internuar, apo ilegal, çfarë do të dokumenti që neve zotronim e vëmë dispozicion. Fatmirësisht kishim punuar në vitet 80 për të bërë një katalog për luftën, cili nuk e kishim hapur për asnjë,
kishim nxjerr gjithë emrat, por nga që nuk i dinim kush ishin, i kishim mbajtur të mbyllura nga frika se mos bënim ndonjë gabim. Do të thotë që nëse njifja Mehmet Shehun që kishte përfunduar keq, apo Petri Dumen, apo generalet me radha Basvezon, Ballukun, tjetrin, apo Tuk Jakovën, apo këto i dinim. Po kishte plot të tjerë që në një fshat të humbur të Shqipërisë ku e dinim ne kishte përfunduar ai. Duhet të bëja biografinë të gjithëve. Edhe neve gojen, dorën, mbyllëm syt, veshët e mbyllëm. Ditën që erdhi liria, të gjithë njerëzit e morën. Do të thotë nuk ishte njoftur një kontribut sa do i vogël se kemi për vjetorin, 80 vjetorin e mbarimit të luftës, këtyre njerëzve që e kishin bërë. Punuam fort për të bërë një bazë të dhënash elektronike në kompjuter, me rreth 2 milion rekorde, që punonim sa më shpejt, po lodheshim ne, nuk arrinim dot. Ti bënim ballë, gjithë ti vrulli. Kujtoj vitin 95, numri i protokollit arriti në 11.500. Do të ishte një shifër kolosale, nuk ishte pa përballueshme, me një sekretare, një protokollist, ai bënte të gjithë. Do të thonë ishte një punë non-stop. Kur shkonim në shtëpi ishim me gojë hapur, nuk kishim fuqi as të hanim dhe as të flisnim. Unë të paktën që të takoja dhe njerëzit. Megjithatë për mua ka qenë një përvojë e jashtëzakonshme të takoja me mira qytetar, të cilët kishin një nevojë të madhe, jo aq shumë dokumentin sa nevojën të flisnin. Do thonë, unë i kam dëgjuar, jo për këshëri që të merja vesh thashë themet e familjeve, por i kam dëgjuar me durim sepse kam kuptuar që ata kishin nevojë të flisnin, ata nuk kishin folur. Edhe këtu do t'ju bëj një lidhje me juve, me podcastin tuaj, me qëllimin ndoshta edhe kryesor të ftesës tuaj, me një mikun tim që u bëm shumë miq më vonë, një burr, jo i ri, pak në moshë, që mu drejtua dhe kur foli në dialektin e Shkodrës. U prezantua, ishte me arshipeshvin e Shkodrës, i me zot Frano Ilin, dhe foli shkodranisht. Dhe unë i thash, po pse flet në këtë dialekt, ju nuk jeni nga Shkodra. Po tha, ti ku pa e din, tha, preka jem unë. I thash, po ju jeni Sejko, nuk mund t'jeni nga Shkodra. Ngeli njerë. A, tha, harrova, tha, ti punon në arkiv. Jo, pse punoj në arkiv, thash, po e di që Sejkatët janë nga Çamëria. Aty filloi miqësia jonë. Dhe Hektor Sejko, qofti ndritur shpirti ku ka rënë, po më tregoi një historinë e dikujt, 2 miq të vjetër, tha, u takun, tha, edhe ishte histori vërtet, ai dinte edhe emrat, edhe njëri prej tyre e pyeste, shok i vjetër. Edhe ai që përgjigjej kështu duke ulur kokën, sa i thoshte, kam dalë pension, kam dalë, fëmijët mi, më gjithë një kështu, si i përvuajtur. Edhe ky që e pyet, i thot, mor lu miku, thot, po tanat mira ti ke mërbur, thot, po çfarë më bën atë kokë ashtu? Ah, mor lu miku, thot, tanat mira ti kam, tha, po ashtu mu kalb fjala në bark. Fjalë më e bukur, rrallë kam dëgjuar. Edhe sa herë takoja Hektorin e kujtoni mu kalb fjala në bark. Kalbja fjalës në bark është një tragjedi kombëtare. Është tragjedi kombëtare dhe realisht në këtë kalbje të fjalës në bark ne sot e shikojmë që kalbësira del në forma nga më të ndryshmet. Nuk e meritojmë. Realisht nuk e meritojmë. Që vazhdimisht të nxjerrim kalbësira. Vazhdimisht të sillemi kështu, sepse mos komunikimi na kthen përsëri në origjinë. Gati të hypim në pemë si një majmun edhe të ham banane apo ar kokosi. Po bëj. Më thënë, është shumë e rëndë, është shumë e rëndë. Kalbja në bark, unë ja kam rrëfyer disa mjekëve amerikanë që kishin ardhur të ndihmonin spitalin 5 që kemi këtu në Tiranë, edhe ata bën një kërkesë, shikoni kodikët, ishin besimtar. Kodikët janë librat e kishës, një gjë rrallë, shekulli 6, dikush thotë është dhe shekullit 4. Më thënë 3 janë në botë.
më thonë është një gjë jashtëzakonshme që e kemi, që ka arritur të mbjetoj. Të shekullit të 9 e kështu, dhe ja tregoj, kam dhe foto me ta, edhe ata ishin kaq shumë të tronditur, të aqë edhe ngrinin sytë nga tavani edhe i luteshin Gjizës, i luteshin Krishtit, bënin lutjet e tyre, edhe unë rija një çik kështu si e ftohtë, se nuk edhe kuptoja pse bëni gjë të. Pastaj dash pse, sepse unë si arkiviste isha solucioni ngopull, unë kisha pas kodikut në tavolinë. Nuk më bëni shumë përshtypje se i prekja sa të doja. I shikoja, i hapja, dija historinë e tyre, gjitha dhe për mua ishte gati pjesë e imja. Kurse ata ishte hera parë që shikonin ndoshta e fundit. Kur dolëm në oborin e arkivit, ata duke u përshëndetur me mua dhe falenderime, në një moment thanë, çfarë mund të bëjmë për juve? Në fakt ka një gjë që mund të bëni për neve. Nëse do na bënit në një vizit gratis, tash ne jemi popull shumë i veçantë, jo se europian jemi tash. Po pse jemi veçantë tash? Se ne harruam ose na detyruan të harrojmë thashun që ka një prift ku mund të vemi të rrëfehemi. Po ashtu një hoxh. Po doktorin nuk e besoj se ka pak njerëz në Shqipëri e dim që mund të shtrihemi dhe të rrëfehemi. Nëse na bëni në një vizit gratis, ju të zbuloni mrekullira dhe afër çmimit Nobel do shkoni. Çdo të thot një popull i ndrydhur, pa mundësi folje, pa mundësi, sepse censura bënte punën e vet, dhe ato censura ishte edhe më e fortë. Një ato censur që nuk e besoj që ka individ në Shqipëri që të më kundërshtoj, të gjithë kishim autocensur. Gjyqja ime thosh gjithnjë, Perëndia na e ka bërë dhe fytin me bragje, duhet mendosh dhe kur e nxjerr fjalën nga goja. Në këtë kuptohet që për ne si arkivistë ishte të paktën për mua, po dhe mendoj dhe për kolegët e mi, ka qenë një lloj dhimbje dhe një lloj stresi, sepse ti ndeshesh për ditë me njerëz të tjerë, familjarët e tu, miq, shok, kolegë, gjithë, që thonin gjë që ti e dije që nuk ishte e vërtet, ose ishte krejtësisht e shtrëmbët, ose ishte realisht ajo që po ti nuk mund t'ja thoje. Dhe duhet pohoje, po, ashtu është, si ka thënë udhëheqësit e vepra 19, po pyetja e tyre ishte kjo, nga të kemi. Kërkonin, e kuptoja që kërkonin dikë që të mbështeteshin. Edhe ju thosha, po nga doni juve të jemun? Mendoni që po tallesh. Jo, nuk po talle, më thoni nga doni të jem. Po ti flet toskërisht, po mirë, dakord, nga Toskëria. Kam gjyshin nga Progonati. Rini në Delvin, një shkrimtar, Ibrahim Gani, na ka dhënë një informacion që familja Totove vjen nga fshati Rabat, afër Janinës, për arsye në shekullin e 18 janë shvendosur në Progonat. Këto jo nuk e dija, ka marrë vesh vonë. Gjyshja ime ka lindur në Trikalla të Greqisë, është rritur në Selanik dhe shkolluar, por ishin nga Leskoviku, e kuptua tash i jugun e Shqipërisë time të folurin. Tash të kthehemi nga veriu, unë kam një gjysh nga Prishtina, një gjyshe nga Shkodra, prindit e mi kanë lindur në Tiranë, unë me tim vlla në Tiranë, fëmijët e mi, nipi im, do të thotë që gjeni nga jam. Tash i doni Krushqit si i kemi? Po kemi Krushqi, edhe me Çamërin kemi, edhe me Gjirokastrën kemi, edhe me Elbasanin kemi, me Leskovikun, me Kolonjën kemi, do të thënë kemi me Korçën kemi, kemi nga gjitha në Shqipërinë e Mesme. Të gjitha këto më kishin bërë që kur ma shanin jugun më vinte keq, kur shanin ta nga veriu më vinte keq. Por gjithsesi ishte një përvojë që realisht ka qenë, është e papërsëritshme, normalisht sot nuk mund të përsëritet me ato ritme. Takime me njerëz nga familjarë të familjeve, po themi të mëdha, do ta filloja me nuset e Mustafa Merlikës, njëra ishte Miraka, e tjetra ishte vajza e Sotir Gjikës, gazetarit të gazetës Kombi të Italisë në Narbresh, edhe Elena quhet Gjika. Të takoje Frano Ilian, që për pak të më puthe dorën mua, sepse në arkiv gjeti kanunin e Skënderbeut, që ja këshin marrë nga shtëpia dhe këshin mendu që ishte djegur. Sepse duhet të them që titullarët që ka patur arkivi kanë qenë njerëz në radhë parë qytetar, patriot, të përkushtuar për punën, pavarësisht periudhës që ishte, por sidomos ata të viteve 60.
kur u zbuluan kodikët, që kishin humbur, ishin fshehur që u gjetën. Ata të viteve 70 natyrisht, 67 i kapi Skënder Hajro dhe Spiro Rusho, që kërkuan Komiteti Qendror dhe Kryeministrisë autorizim për të grumbulluar atë çka po digjej nga arkivat e komunitetet fetare. Ishte krim kombëtar monstruos, sepse historia jon është aty dhe u dogjën, nuk janë ndjekur pak. U munduan, është shpëtuar një pjesë, por fatkeqësisht në, po themi, miqësin që pranoj të më kishte mike, apo të më pranonte të fliste me mua Aze Flumi, kam qenë e privilegjuar këtu. Rrëfimi i tij si arkivisti i urdhrit franceskan ka qenë dhimbje për atë dhe dhimbje për mua. Kur ai më kërkonte, a e keni këtë dokument, dhe unë i thoja jo, ai rinte mendohesh minuta të tëra, e po se më i vaj, më thonë ishte realisht, sepse dokumenti nuk ka këmbë, nuk ka gojë, nuk ka zë. Megjithatë, besimi ja doli të mbijetoj. Dhe kam përshtypjen, dua ta lidhtoj edhe me historinë dhe me rrëfimet e çamëve. Nëse historia ne diskutuam pak më herët për besimin, nëse ka mundur të mbijetoj kjo forme e besimit dhe edhe bashkëtesës që kemi ne sot, është fal gjysheve tona. Gjyshet. E meriton një monument të madh. Të njëjtën gjë ndodh edhe me familje Çame. Janë gjyshet ato që na kanë trashëguar historinë. Midis këtij rrëfimit dhe kujtesës që është tejet personale dhe rrëfimi i gjysheve zakonisht, sepse burrat dilin jashtë punonin. Unë të them vërtetën, familja jon Toto ka krushqime familje Çame me dematët. Dhe nuk është se si kisha dëgjuar në shtëpi. Do të rrëfimi, historia mësohet në shtëpi. Historia nuk mësohet në shkollë. Fillimi është në shtëpi. Ato çka dëgjon në shtëpi ajo të ngulitet, edhe të futet edhe krimbi i të mësuarit edhe kur shkon në shkollë. Nëse nuk e dëgjuar në shtëpi, në shkollë nuk të ngjit fare pastaj. Do të thotë rrëfimi që moti ishte ushqim me të ngrënin në darkë, se njerëzit kur vinin nga puna në darkë, darka ishte, i mblidhet të gjithë dhe rrëfej. Rrëfej historia personale, familjare, fisit, e lagjes, e fshatit, e qytetit dhe i të gjithëve. Ky rrëfim sot nuk është më. Kuptohet, jeta nuk është më ajo që ka qenë më përpara. Tek neve mbijetoi rrëfimi i gjysheve, se ne vazhduam për një kohë të gjatë ta kishim këtë lloj traditet e gjyshja. Gjyshja që rrëfente dhe gjyshja që thoshte, se mos flet për e bënte këtë. Siç e bënte për ritet fetare, ashtu dhe për atë çka ka ndodhur. E bënin nënat që vinin nga Çamëria, e bënin lokët që vinin nga Kosova, nanat që vinin nga Dibra, ato që vinin nga, do të thotë, territori i Shqipërisë që ne jemi sot ishte e mbushur me të ardhur që vetëm rrëfenin për jetime tragjike të tyre. Si një komunitet dhe një tjetër, jetuan afër njëri tjetrit, po themi ata që vinin nga Kosova dhe ata që erdhën nga Çamëria. Ata që erdhën nga Çamëria patën një lloj përndjekje tjetër dhe këta nga Veriu një lloj përndjekje tjetër. Përndjekja ku ishte, nëse do ta thoja që këta që vinin nga Veriu e patën përndjekjen për shkak të miqësisë që patën me ish Jugosllavinë, më the thashë dhe deri diku e kam kuptuar. Për këta që vinin nga Çamëria, do të thot nga krajinat shqiptare të mbetura jashtë kufive, unë nuk kam shumë qejf të them Çam, as kosovar, as dibran. Shqiptar të asaj krajine. Nuk ka lidhje fare, mund ta themi nga Filati, nga Parga, apo nga Igumenica, apo nga Janinjot, arta mbetet artë dhe po nuk mund ta them, më thon, në Shqip ka kuptim. Dhe kur e përmendin që thon popullsia Çame shqiptare muslimane, nuk ka, më thon, më duken ca të folura që janë të improvisuar ose si keqdashje kur e thua. Nuk më pëlqen fare. Kështu që tek autoriteti i hapjes së dosjeve po bëja përgatisja një kumtesë, më thuaj një kumtesë, që s'kishte lidhje fare me Çamërinë, po një kumtesë për disa italianë të mbetur këtu të dënuar, njëri mjek e kështu, domethënë krejt rastësisht në një nga ato,
më zë syri një frazë që nuk e kuptova pse ishte aty, s'kishte lidhje fare, po si në rumujën e arkivistëve të po themi të Ministrisë Punëve të Brendshme të viteve të para 90-s, kuptohet që ajo ishte futur aty dhe e kishin lënë atje. Ishte një shprehje e tillë që drejtoria e mbrojtjes së popullit, që unë nuk e kuptoj se nga çfarë mbronte popullin. Nuk e kuptoj se i kishte këtë martesë. Armiku i arshëm, armik nuk shifrim gjikundi, po e sajonin dhe armiku, kishte i thotë një citim apo një identifikim për çamët ose për shqiptarët e ardhur nga Ukrainë, thotë. Janë, thotë, plot vese, thotë dikush nga këta drejtuesit e kësaj drejtorie, janë të mbytur në vese të këqija, se kanë jetuar në një regjim të keq. E bash një herë. Çfarë më kujtua? Më kujtua Vlora 67-68-s, bënim pushimet. Edhe ky ishte një dokument i atyre viteve? Jo, ky ishte dokumenti 47-s, 47-48-s, apo 46-të fare. Do thonë ishte i hershëm shumë si dokument, që dikush e ka thënë këtë lloj gjëje dhe natyrisht kjo është amplifikuar. Kujtoj Vlorën, më thonë ishte, kam qenë relativisht e vogël, në pushime fjalën çam që e përdornin për të sharë. E dëgjoja nga një në rrugë, në të plazhi. Nuk është se shikoja në njëri që ishte për të sharë, po rreth e rrotën dhe dëgjoje këtë fjalë. Dhe ishte një fjalë që ishte e përhapur, njësoj si para disa vitesh u përhap fjala çeçen. E dëgjoni më? Nuk e dëgjoni më. Jo. E shikoni pra? Më thënë janë fjalë që hidhen në treg edhe amplifikohen nga zëra të ndryshëm, vjen një moment i saktuar që dhe harrohet, kuptohemi që dhe harrohet. Do të thotë, thash, po mirë, këta që erdhën nga Greqia pas ka qenë e mbytur në vese, mbretëria greke. Po ti po shan mbretërinë e Zogut, akoma më keq se të grekut. Po këta që ishim ne këtu, nuk i kishim këto vese? Është shumë e frikshme. Do të thotë që një qeveri që ata e deshën, e përkrahen, normalisht edhe shqiptarët e Çamërisë luftuan fashizmin për çlimin e vendit e vëndhet tash edhe ata të kishin të drejtat e tyre, ti e në përkëm në këtë lloj forme. Dhe do të vinë fillimi i viteve 50 kur atyre njerëzve ti i heq në mënyrë kategorike të gjithve, në mënyrë masive të gjithve, ju gris çdo kartë, letër, njoftimi apo pasaporte, ja humb komplet të gjithë të kaluarën e tyre dhe jep në shtetësi shqiptare kolektive. Ja. Juridikisht është e gabuar. Do të thotë, lidhjat e jote me shtetin është individuale, në shtetësia është individuale. Kombësia është genetike, unë nuk e ndroj dot genin tim. Ama pasaportën sot ke me mira shqiptar që kanë marrë në shtetësi tuaja, por e konsiderojnë veten shqiptar. Kombësia shqiptar. Ato që ende vuhen sot për çështje të pronave, kot po them, apo për të kaluar kufirin, sepse pastaj ka dhe gjëra tjera që nuk është vendi tash të merremi, por e kanë fjalën që kjo lloj qasje nga këtyre fatkeqve të larguar për motive banale, politike, çfarë do lloj gjëje që mund t'i vësh etiketimin, çfarë ndodhi në trevat tona të mbetura jashtë kufive, ti nuk mund t'i trajtosh kaq keq. Kur në të kundërt, e këtu dua të ndalem, hape kufirin shqiptar kur që lufta civile greke, e hape kufirin, dhe janë me mira gret kaluar këtej, që ne i pritëm, i strehuam me aq sa kishim mundësi, se s'kishim neve në gjë të madhe, janë kampet në Elbasan, janë gjithandej kampet, se janë dokumentet arkivore. Dhe unë këtu them që një politikan, një vendimmarrës, nuk po ja them fjalën politikan, se mund t'jesh vendimmarrës dhe nuk je politikan, është një cilësim pak më i lartë të qenurit politik. Vendimarrës mund të bëhesh, këshillimi me të kaluarën, që nuk është shumë e largët, është shumë e afërt, është domosdoshmëri, është detyrim, jo kombëtar, po shtetëror, se po e heqim fjalën se është kombëtar. Pse? Sepse ka reciprocitet kur je kufitar. Jemi shtete në kufi, ka diçka reciproke. Do të thotë, kur me
qeverinë greke në këtë rast, meqense jemi te çamëria, thuaja, jo për t'i kërkuar llogari, po nëse ti ja thua, ja vën tavolin, ai bën një tërheqje. Se me siguri njëri nga ata që është në grupin e punës që ka ardhur këtu, e ka babain ose gjyshin të ardhur tashmë nga Rumania, Bullgaria, ish Bashkimi Sovjetik, apo Lidët, që janë rikthyer atje, mbas një emigrimit të gjatë, azili politik që morën, u rikthyen mbas Iran kolonelët, regjimi jemtë tash, janë kthyer në Greqi. Dhe ata nuk e kanë harruar, por ditën që ti e ke harruar dhe nuk ja thua, dhe ai bën sikur e ka harruar. Patjetër. Më ka ngelur në mendje kjo shprehje, keni thënë pak a shumë po përpiqen. Ata marrin eshtrat, i kanë kërkuar varet e tyre, por ne nuk kemi thënë asnjë fjalë. Pse vjen kjo heshtje jo? Jemi indiferent, jemi të vegjël, jemi të varfër, vetë nuk njohim historinë. Nuk është gjithnjë kjo e fundit, kjo. Dhe nuk e sjellim bisedën në tavolinë. Kjo është kjo e fundit që thash. Do të thotë në kushtet kur thash vendimarrjen e ka dikush që jo për fajin e tij ose të asaj, se mund të jetë dhe burrë dhe grua, nuk e di. Është shkolluar, ka bërë një shkollim tjetër. Mund të jetë inxhinier, mund të jetë veteriner, mund të jetë gjeolog, mund të jetë çfarë do, por nuk është, po themi, historian, ose nuk i di mirë, se edhe historian mund të jesh edhe nuk i di, nuk është një problem në këtë rast. Por të mos dish që ka shteti jot një arkiv kombëtar, kjo është e pafalshme. Jo e pafalshme, por është e turpshme. Pse? Sepse një arkiv kombëtar është aty ruhet kujtesa e gjithçka e ne kemi kaluar, e mirë dhe e keqe. Në momentin që kërkuan një punonjës nga ana jon, një punonjës, për të qenë në këtë komision, se dikush ka thonë po të marrim dhe një atje, po masi i kishte dhënë të gjitha i kishte mbyllur, ne çuam tikë dhe zbuluam që sot dhe neve nuk është si të gjitha i dinim. Çfarë për eshtrat, një të hapur, i gjetur. Kishin marrë, nuk them mjaftueshëm, bollshëm, si dush mund të thuaj, po kishin marrë. Kujtoj 23 të vdekur nga sëmundjet në spitalin e Vlorës. Mobilizim të gjitha komitetet e rinis, aktivizm, komitetet ekzekutive, gjithë ishin e mobilizuar të gjenin ku ardh eshtrat në këto zonat ku kanë luftuar. Dhe gjithë problemi është që në ato zona ku kanë luftuar grekët, kanë luftuar dhe italianët. Se tash i gjenden me matrikula italiane, nuk janë greke, do më thënë ka një gjë që nuk, se janë shumë të hershme, janë dhe të luftës parë botërore, nuk janë inkursionet e tyre në luftën e parë botërore, lufta e parë e dytë ballkanike, lufta e parë botërore, ato janë shtresëzuar të shti. Do të thotë ke marë, jo nuk është se nuk ke marë, gjithsesi do dhe të tjerat, ama po ti thoje, ke marë këtë, është një soi si ajo me italianët. Ka ende eshtrat italianëve këtu? Padyshim që ka. Asnjëri s'e vën dyshim që i kanë marrë të gjitha. Se nuk arrin dot realisht i marrë të gjitha. Por po t'ja thuash, edhe ata kanë një lloj stepje. Gjykoj unë s'kam qenë në bisedime, po unë me time gjykoj që nëse ata vinë me dosje, ti shko me kutia. Ama thua që edhe unë kam, nuk ke vetëm ti. Në këtë reciprocitet mund të ishte reciprociteti e respektimit të varrezave të shqiptarëve atje, që të mos prishen. Unë e di që me slavët ka qenë histori e vjetër, që gjën e parë që bënin prishnin varrezat, se në prishin e varrezave ti humbte gjurmët, që ka qenë dikush përpara këtu. Nuk është strategji, nuk është të thjesht se e prishi se do të prishi një varr, as të gjallë të linin të qetë dhe as të vdekurit. Por unë gjykoj që në sa, po themi, probleme që kemi me fqinjët, apo dhe me vëndet të tjera, që nuk është problemi me fqinjët, e mira është që këshillimi me dokumentin arkivor të vjetër. Neve jemi shumë të gatshëm të hapim derën, të mirëpresim, apo edhe t'ju aplotsojmë një kërkesë, dhe kjo është shumë gjë e mirë, sepse tregon qytetarit, që tregon edhe respekt e gjitha, por në heshtje mund t'i thuash urdhroni. Një mendje plot, pa diskutim edhe ngojën plot. Duhet t'i shikoni dhe këto, sepse ju keni marrë, tash çfarë ka mbetur dhe ju që dini se ka, të na ndihmoni dhe ne t'ju ndihmojmë.
nuk jemi kundra. Kjo, mendoj se ka munguar, është njësoj si ajo pjesa tjetër, që të jemi mirënjoftës se pritët refugjatët si ishin nga lufta tanët, po emigrantët tanë të parë, dakord, ju jemi mirënjoftës, pafundësisht që i pritët, se ishim keq, i kishim të gjitha. Problemi është që edhe neve ju pritëm juve, kur ne nuk ishim fare për vete. Fare. Ju dham buk, ju dham stre, ju shpëtuam nga flakhetëset, se mali gramozit po digjeshit dhe ju po digjeshit i mitë, dhe ne ju a hapëm kufirin. Ishte vendim të mi qeverisë shqiptare, ndoshta na thanë dhe ndërkombëtarët, po qeveria shqiptare respektoi. Pa diskutime, ka pritur dhe populli në një farë mënyrë. Po dhe populli, se rrugës që kaloni nuk i gjuani me gurë se jeni grek. Ashtu është. Ja. Ndërsa çamët i përzuan. Kur kishin ardhur andartët, apo që është Republikë, kjo Krajina Autonome e Korçës, kishin djegur në kolonje, gjithë kishin bërë andartët natyrisht, ata ishin popull që po kaloni këtej, dhe shqiptarët kanë treguar një qytetarin disa shkallë më lartë, sepse mund të ktheshin me të njëjtën monedhë. Jo, nuk e bën. Edhe kjo i duhet rrëfyer. Duhet rrëfyer. Pa çka se mund të bëjnë sikur s'dëgjojnë, jo, dëgjojnë. Dëgjojnë edhe vën vëth në vesh. Ky është mendimi im. Si unë nuk e kam, po themi përvojë personale që kam dalë atje dhe e kam bërë. Po, unë gjykoj që duhet bërë. Jo vetëm për ata, po për edhe shumë gjëra të tjera. Për këtë pa diskutim. Hector Seiko, me qenë se u bë personazhi i bisedës sonë, e ka trashëguar historinë e tij, pa diskutim, qoftë me gegnishtën e vet, qoftë me shpirtin e tij. Nuk i la fjalët të kalben, e ka trashëguar tek familjarët, tek familjarët e tij, bashortja. Ka një mision që vazhdon edhe neve mbesat e niprit e atyre gjysheve dhe gjyshëve që na e kanë treguar historinë, vazhdojmë ta rrëfejmë kështu, po sa e rëndësishme është ta rrëfejmë ne duke mos pasur dokumentin. Që do të thotë është një e kaluar që vjen përmes gjyshëstime, po unë se kam dokumentin. Shiko, dokumentin nuk është se nuk ka. Dhe a kanë ardhur histori të si kjo e Hector Seiko. E Hectorit unë kam njoftur dhe të tjerë. Dhe janë falur arkivit ose që janë pasuria arkivit duhet. Ka patur, sepse në arkiv fatmirësisht janë ruajtur regjistrat e emigrantëve të viteve 30. Unë kam një mikesh Suzana Manoku, familja Manoku, i kemi gjetur dhe me fotografi, se i nxilin në fotografi familja dhe emrat e familjarëve, ishin regjistrat e emigrantëve, si nga Kosova, ashtu dhe nga Çamëria, ku do t'i vendosni në Lushnjë, në Fier, në Shijak, në Shënavlashe, kudo që i kanë vendosur. Kam patur fqinj Amedemin, një burr jashtëzakonshëm, djali Musademit, mos gaboj, mësuesit, Nexhat Mërgjyshin, Hajrdini Sufin, dhe thot rasti apo fati ka dashur që unë të kem një kontakt edhe me shumë të moshuar që rrëfenin të vjetrën, por edhe të lexuarit edhe në arkiv. Dhe në arkiv kërkonin, unë njoh shumë prej tyre, përfshirë edhe janë pafund, shumë. Ka qenë pjesë e kësaj tryeze, në Nexhat Mërgjyshin, Gjysh Gjatin pa diskutim, do doja shumë që ta kisha intervistuar dhe ta kisha në këtë tryezë. Po e njoh shumë mirë dhe e di që përveç faktit që kërkonte në arkiv, donte shumë edhe të sillte në arkiv. Çfarë ndjesie ka një arkivist kur merr një informacion të ri, një dosje të re, një fotografi të re, edhe një kostum, se ndonjëherë një kostum ato duhet shkojnë në muzeum, në arkiv. Çfarë bën përshtypjen? Shiko, përshtypje bën një herë e para ruajtja një fotoje, një dokumenti, një kostumi, një po themi një pajisje shtëpie, çdo gjëje që vjen nga e kaluara. Ne kemi shumë të dëmtuar, edhe sikur dhe një pip që pinin duhanin, edhe ajo është një gjë e bukur dhe e rrallë. Një vizatim, një foto, një shall, një shami e qëndisur, le një kostum kombëtare, këto nuk diskutohen, sepse të gjitha këto që unë po e përmend, të gjitha këto dëmtuan vite. Njeriu i
ri ishte projektuar që të qëndronte edhe të punonte për gjithë shoqërinë. Po ndërkohë historitë e tyre rinin gjithmonë brenda familjes dhe duhet të Mbylleshin aty. loja dhe duket si një realitet ose disbalanca shumë të mëdha me atë që kërkonte partia e punës, të punojnë për të gjithë shtetin, po ndërkohë brenda familjes kishte një realitet tërësisht ndryshe. Po të rikthehem unë tek ajo që kërkonin shqiptarët, nuk bëj fjalë me siguri që të kërkonin informacion për Kosovën apo Çamërinë. Jo. Në arkiva jo. Asnjëri s'vinte. Kur filluan të kërkonin ose së paku juve kur mësuat që shqiptarët rrethoheshin nga shqiptarët e vetë dhe ky zbulimi juaj duhet qëndronte brenda mendjes? Ja, për thënë të vërtetën në arkiv nuk është se nuk dinim. Ne që ishim në arkiv. Në vitin 82 kemi hapur një ekspozitë të madhe në Muzeun Kombëtar me rastin si binte 7 vjetori pavarësisht. A kështu binte? Mira thash? 12-82 7 vjetori. Një ekspozitë të madhe që e titulluam Mbrojtja e tërësisë toksore, diçka të tillë. I vëmë një emër të tillë. Një ekspozitë që kishim planifikuar ishte e para në Muzeun Kombëtar. Sapo ishte hapur muzeu, bëm neve këtë. Një ekspozitë që e kishim planifikuar 10 ditë të rinte hapur, kanë ndetur 2 muaj e gjysmë ose 3 muaj e hapur. Një interesim jashtëzakonshëm, nuk e merr dot me mend se sa njerëz vinin. Çfarë kishte ajo ekspozitë? Tash çfarë filluam neve të bënim? Në fillim zorëm ishte shumë i guximshme. Ishte shumë e guximshme. E morëm një 2 vrejtje kështu si në heshtje duke ju dridhur një risy Manush Meftiu, që ishte antar i byros politike, për nxorëm hartën e Shqipërisë etnike të bërë nga Ahmet Gashi, gjeografi jonë më i miri, bërë në 41-shin. E kaloni se harta e shikoni kështu, po nuk kishim bërë shumë interpretime, nuk flisnim shumë. Pastaj duke kaluar te akti i pavarësisë, ajo që është botuar nga Lefnosi, ne zbuluam shumë emra që përpara nuk përmendeshin fare. Po natyrisht lam përsëri të mbuluar Mitat Frashin, Lefnosin, Mustafa Merlikën, ato i lam të mbuluar, por gjetëm një mënyrë për të nxjerrë më shumë të tjerë. Edhe interesi që i jashtëzakonshëm. A na ka bërë kjo një popull me memorie të shkurtër apo jo të shkurtër, të dëmtuar? Jo të shkurtër, se nuk është se e kemi të shkurtër kujtesën, por e kemi të dëmtuar. Dhe në këtë dëmtim jemi si një film që priten sekuenca të konsideruara, po themi banale ose me rrezikshmëri. Jo, është kujtesë e dëmtuar. Që ne duhet të mundohemi ta rindërtojmë me rrëfimin e gjyshes, me gjetjen e një ditari, me gjetjen e një letre, me një rrëfim, po themi jo në kuadratin si shka qënë. Një studius grek, ndjes që nuk e kujtoj emrin e tij, ka punuar për 30 e sa vjet dhe ka botuar në 4 volume, mos gaboj, çdo dokument për Ali Pashën. Çdo dokument. Këtë Ali Pashës na ka ezauruar studiusi grek dhe jemi mirënjoftës për këtë. Që gjejmë pjesën edhe tonën dhe të tyre, sepse ai ja bën për Ali Pashën për ndihmesën që ai dha në revolucionin grek edhe për. Tash mund të hahemi Bubulina, Margo Boçari ishin të tillë. Ajo që mua më bën përshtypje është që në përplasjen që do të ketë Ali Pasha me suljotët, të cilët janë shqiptar, po janë të krishterë, asgjë s'na pengonte të ishim të krishterë ortodoks, të krishterë po themi latin, katolik, apo të ishim musliman, apo të ishim bektashi. S'na pengonte asgjë, dhe shqiptari në këtë është mendje hapur. Edhe sot jemi shumë mendje hapur, gjë që gjithë ju bën përshtypje. Kështu që nëse ne arrijmë të rindërtojmë nëpërmjet arkivave, qoftë të Stambollit apo të shteteve tjera, kot po them, të Romës, të Vjenës, apo të qoftë të Beogradit, nëse na lën, të Raguzës, Dubrovnikut, Raguzës, të Kotorit, të Cetinës, Cetina është më e vonshme, po Kotori edhe Raguza kanë arkivat më të vjetra, se kanë qenë Republika, kanë qenë në Venediku, pastaj as diskutohet. Kështu që në të gjithë këtë ne kemi mundësi ta bëjmë. Po kjo dashuria juaj ose dëshira dhe ndërgjegja
për të mos heshtur. Unë nuk e kam njoftur gjyshin tim. Nuk e kam njoftur. Normalisht du ta kisha njoftur sa i 32 vjeç ndroi jetë, u dënua me vdekje, me varje, nuk e la xhelatin të hiqte stolin, e ka hequr vetë dhe është legjend në Gjirokastër. Ai ka qenë gazetar. Ka qenë gazetar dhe unë për ishtë vërtetë sepse punoja në arkiv në një gjë mund të gjeja për gjyqin që u bë kundra atij, nuk guxova asnjëherë. Dëgjoja vetëm ç'më tregoi në shtëpi. Dhe mjaftohesha me shpinë, me gjyshet e mia, me njerëzit e mi. Nuk tentova asnjëherë sepse e dija që dikush do thoshte po. Megjithëse ishin shumë të mirë kolegët. Kërkoj në vilë. Kërkoj dhe thosha stop, mos hyr atë. Dëgjoj ç'të thonë në shtëpi. Të njëjtën gjë edhe për gjyshin tjetër, që i cili ishte konsideruar kishte një medalje si patriot. Dhe ai vdekur goxha herët. Edhe ai dokumentat ishin për Kosovën, Kosova ishte një temë tabu. Kështu që as për atë dëgjohet ç'thosh në shtëpi. Mjaftohej që tregonte gruaja e Hoxha Kadriut, do të thotë gjyshja ime, gruaja e Bajram Curit, Dervisha Hanmi, mbesa e Hasan Prishtinës Elma Prishtina, gruaja e Bedri Pejanit Hanushe Hanmi, dëgjoja vetëm to gratë e vjetra, edhe nuk merresha fare. Më pas sidomos kur u largova nga arkivi, vendosa të merrem me shkrimet e gjyshit tim, Ismet Totos. Ismeti ka lënë një trashëgimi shumë të pasur, më vjen keq, do thënë jetoi shumë pak. Shkruajti nga 28-a deri në 36-ën, 37-ën nuk ka ndonjë artikull. Artikujt e tij janë sot. Hiqi datën e botimit, mendon që dikush e ka shkruar sot. Unë nuk kam bërë plagjatur, ti votoj me emrin tim, se unë ti kisha votuar, sinqerisht, por nuk kam bërë plagjatur, nuk e kam bërë, thjesht e kam cituar, kam thënë e ka thënë ai, jo unë, ashtu. Kam këtu, do të t'i lë ty, një 3 artikuj i mora, vobekësia intelektualve tanë. Do më thënë, janë intelektual, por janë të vobekët, nuk bëjnë asnjë gjë për vendin. Zvicra apo Afganistan, si do ta bëjmë vendin tonë? Ta bëjmë Zvicër apo të bëjmë Afganistan? Edhe kjo është shumë e bukur. Barku i gazetarëve që vjen hanë nëpër dreka nëpër darka dhe nuk bëjnë asnjë gjë, shkruajnë kalbet fjala në bark. Dhe gangsterëve grek. Do thotë artikuj janë shumë, edhe pse i mora këto? Edhe që të di vobekësia është dhe një tjetër të papërgjegjshmit. Të papërgjegjshmit, ata që janë shkolluar, e ka, më thënë, jo mlefin, po i ngacmon, i pickon, i bie njerëzve që kanë mundësi të japin shoqërisë shqiptare. Në vitet 30, janë 34 ishin këto. Do të thotë, je shkolluar dhe gjen një Shqipëri që është e prapamitur, bëj një gjë. Thoja, o Zot, jemi prap në vitet 30, jemi 2025. Jemi prapë në të njëjtin vend, në të njëjtin. Edhe kjo më ka bërë që sidomos për krajina siç është Shamëria apo Kosova apo që ka ngelur. Unë kur kam shkuar në Pllav në Guci për herë të parë, si më morën një herë më ulëritën, se s'na ke ardhur më përpara, dhe pastaj gati më morën hopa se çfarë ka bërë gjyshi jot, thosh apo gjyshi ime bëri ai, po çfarë u bë juve? Dhe kur i çova listat e të vrarëve, mënyrën si ishin vrarë, çfarë ju kishin bërë, njerëzit duke qarë të ajo ekspozita e vogël, gjenin emrin e gjyshit të Xhaxhaj, të nënës të gjyshit. Në Pllav Guci kjo. Pllav Guci, po këto lista janë në Washington sot, të çuara në kohë reale nga Komiteti Mbrojtja Kombëtare e Kosovës. Do të thotë, nuk është se nuk e dinin ç'po ndodhte, por janë qeverit më e kapin me qere lepurin, nuk e kapin vrapsa e duam nesër në nasos durimi. Në të gjithë këtë, që ta bëj dhe për mbylljen, të me siguri ta zgjata shumë podcastin, kam dhënë natyrisht dhimbje për atë fat të keq të atyre njerëzve, largimin, atë çfarë përjetuan, se kur të them që e kanë therru dhe ka hedhur në puse, e kanë djegur, e kanë coptuar me fëmijë në bark në Pllav, apo në Drenic, apo në Gjakov, atë kanë bërë në Filat, në park, në art, më thënë, e kanë bërë kudo, në Marglëç. Do të thënë, si ka mundësi që nga të gjitha anët të vjen kjo dhimbje? Kjo dhimbje që intelektualët tanë nuk... As nuk e respektojnë. Jo, nuk i...
në një ngjarje mblidhemi, kemi dhe një koktejl mbasi kemi folur dhe unë mbyll me kaq, jo nuk mbyllet me kaq. Dhe kur thua ti për çështjen çame, unë nuk kam hezituar asnjëherë që kur më ka thirrur rektori, kur më ka thënë gjati shkret ose Ajredini, më thënë asnjëherë nuk kam hezituar, sepse edhe të rinj që kanë origjinën nga Ukrainë, po dhe ata të tjerë që kanë nga krajina tjetër, duhet të kenë një lloj modeli. Dhe modeli e jep ai që ka mundësi ta japi. Unë me atë modelin tim do mundohem të jem, po themi, nëse do të realizohet, t'jap një gjë krejt tjetër, sepse edhe këta vendimarrësit tanë kanë nevojë të dinë, nuk dinë dhe duhet ta pranojnë që nuk dinë. Sepse njeriu kur nuk di, po nëse do të mësoj, pyet. Dhe nëse ti nuk di dhe nuk do, fatkeqësia është kombëtare. Kjo është shumë e keqe. Dhe pyetja e fundit, se është e rëndësishme, po atë dëgjojmë ne, se nisëm bisedat me gjyshet, po Nevila Nika ka zgjedhur t'i flasë gjithë shoqërisë. Si një gjyshe. E si vogël akoma. Që nga brezi në brez dëgjojmë më pak, nuk duam të dëgjojmë, si në shoqëria shqiptare. Ja, unë gjykoj që... E ndjen që të dëgjojnë, kjo është. E thonë, të duket sikur nuk të dëgjojnë. Se për mua, kjo përgjigje reflekton edhe çfarë shoqërie jemi dhe çfarë brezi po rritet. Për mua, që jap edhe mësim, edhe kam parë, në pamjen e parë të duket sikur nuk të dëgjojnë. Ashtu të duket. Por, dal nga dal e kupton që e bëjnë të dëgjojnë kështu, po duan të tregojnë që mëse se kemi mendje çfarë po na thua, por ngjit. Ta them unë që ngjit. Ngjit edhe ngjit ashtu si duhet, por duhet ja gjesha. Unë kam shkuar shumë edhe në përgjimnaze, në shkollat mesme, kam qenë te Petronini, te Ismaili, shkolla private Turgut Uzali, kam qenë gjithandaj kam. E shikoj që kanë dëshirë. Edhe janë kështu, kur mbaron, faleminderit, më thënë, nuk është se nuk dëgjoj. Unë të paktën personalisht e kam vërejtur që kanë dëshirë. Kanë dëshirë edhe një pjesë e mirë kanë shumë bile dëshirë, një pjesë duket sikur janë indiferent, por kur vjen puna, e shikoj që e kanë futur, e kanë bërë vath në vesh. Unë ju falenderoj shumë, jo vetëm që diskutuam bashkë, jo vetëm për çambërim, për Kosovën tuaj, për shqiptarët që na rrethojnë, për ata të Preshevës të cilët më kanë bërë mua të ndihem kur kam shkuar një lloj si juve në Krave Guci, për këtë tryezë të bukur diskutimi që me siguri mund zgjaste edhe më tej. Me siguri, po unë jo, për juve vajte shumë. Edhe për mua si një mision e vlerësoj jashtëzakonisht shumë që ju flisni për çështjen çame dhe pa diskutim për gjithë shqiptarët që na rrethojnë, për ato arbëreshët që ikën dikur, për gjithë historinë që është shkruar në dokumente dhe që e kemi dhe se kemi, po edhe përmes rrëfimeve të gjysheve. Si një zë i rëndësishëm të them faleminderit për edhe që i thua po Xhaxhatit, edhe Hajredini Sufit, edhe që më kam pirë, po. Nuk e ke idenë sa kafe kemi pirë me Xhaxhatin. Me do dalësh, po dali se i afër me shtëpi, me dëgjoja i tregonte, mos të bër, bia je mos u bëre vonë. Jo, vazhdo. Dhe unë e kam këtë që e dëgjoj tjetrin, në fundit e shikoj, jemi një shoqëri që kemi nevojë të flasim. Kemi nevojë të flasim edhe realisht kur flet për arbreshët, ishim dikushi, nuk harruan gjuhën, të jetosh në një mjedis siç është Italia dhe të mbash kulturën, traditën, gjuhën tënde, është një gjë e jashtëzakonshme, e papërsëritshme. E papërsëritshme. Dhe jemi sot që pyesim a na dëgjojnë, a na bëjnë. Pse? Atëherë e kemi një lloj problemi. Në 45 vjet pandemi e ka dhënë rezultatin. Se tashi po shajmë pandeminë e para 3 vjetëve, po ne e patëm shumë të gjatë, një eksperiment i frikshëm, i tmerrshëm që realisht nuk ja uroj asnjë populli ta kaloj. Ne e kaluam dhe prap mbijetuam, jemi prap. Edhe kësa radhe e gjykova, unë nuk jam vajzë e Tiranës, po nuk jam tiranase,
por e dua qytetin tim, e dua vendin tim, i thash po ju pranoj. Të jem në këtë forum qytetarësh që jemi bashkuar në një mision të sjellim një zë ndryshe në gjithë Zallamahin e të përditshmes tonë. Një gjë ndryshe. Nëse pranon publiku një gjë ndryshe, jo ushtar, s'kam qenë militante as kërkujt. Dikujt ja kam kthyer përgjigjen që unë jam militante e emrit tim, familjes time, profesionit dhe atë dheut. Kështu duhet jetë njeriu, militant i këtyre 4 gjërave, jo të tjerave. Sepse edhe ai që ke përballë mund të jetë shumë i mirë ose ajo, por ka momente që nuk ja vlen ti jesh militant. I militant i emrit, familjes, vendit tënd, profesionit, kush ka një profesion duhet. Këtu, po ishe në këto të 4 i ke mbaruar të gjitha punët. Edhe pa hyrë në politik, po themi, apo në garë. Edhe pa ato, je një njeri nderuar. Për mua është një kënaqësi shumë e madhe të dëgjoja dhe për tek saj edhe unë dua të them që e nisa këtë podcast dhe këtë seri bisedash pa e ditur që do më dëgjonin shumë njerëz, po në fakt kemi arritur dhe marr mesazhe çdo ditë, kështu që mjafton të flasësh me zemër ndonjëherë dhe me ndërgjegje shumë pastër dhe do ta gjej zëri jot rrugën për të shkuar drejt disa të vërtetave. Ajo që dua unë të falenderoj sot janë të gjithë ata që na kanë ndjekur në Çamiko dhe që pa diskutim do të na ndjekin edhe në takimet e mëvonshme çdo të premte në orën 8. Faleminderit shumë.